Përshëndetje të dashur të rishikues nga unë Mira Xhixha, së bashku do të njihim edicion informativ nga vendi, rajoni dhe bota. Detajet të reja janë zbardhur nga operacioni në Maleq, i cili kishte në fokus kapjen e 43 vjeçaret Violand Braçellari, por rezultoi në vrasjen e efektivit Enea Mekolli dhe plagosën një tjetri. Hetuesit kanë gjetur radiokomunikimin të ngjashëm me atë që përdoren nga policia e shtetit, dylbi dhe disa dronë të cilët janë sekuestruar. Denoncimi i një çobani ishte arsye që nisi operacioni një ditë më parë në Maleq për arrestimin të shumëkërkuarit Violand Braçellari. Nga detajet të reja të ngjarjes, shqetësoi në vrasjen e efektivit Enea Mekolli dhe plagosës Edison Nadrit, mësohet se 43 vjeçari ishte kallëzuar me 3 qershor nga një çoban të cilin e kishte punësuar prej vetëm 15 ditësh në stallat e tij. Sipas denoncimit, Braçellarin e kishte kërcënuar me jetë dhe kishte refuzuar t'i paguante punën e kryer. Pas kësaj, 6 efektive të shqiponeve u nisën për të arrestuar Braçellarin, që dyshohej se fshihen në një stan në Lozhan të Maleqit. Efektivet u nisën në errësirën e terren të thepisur malor Dristanit. I shumëkërkuari jetonte në këtë zonë të izoluar vetëm me nënën e moshuar dhe merrej me blegtori. Stanin e kishte rrethuar me kamera sigurie dhe mbante arsenal armësh. Burimet pranë grupit hetimor me dije se gjatë kontrollit në banesën e Violand Braçellarit janë gjetur dhe sekuestruar 3 armë, Kalashnikovi, me të cilin qëlloi mbi polici, një pushk model 586 dhe një çifte. Hetuesit kanë gjetur gjithashtu radiokomunikimit të ngjashëm me ato që përdoren nga policia e shtetit dhe gjatë zhvillimit të operacionit kanë fikur radiot e tyre për të mos interferuar me atë të Braçellarit. Janë sekuestruar edhe dylbije dronë dhe po i nënshtron ekspertizave për të përcaktuar funksionin dhe përdorimin e tyre. Nga verifikimet e kryera ka rezultuar se Braçellari ka hasur probleme edhe më herët me autoritetet. Në vitin 2004, kur ishte 21 vjeç, ai është paraqitur për të kryer shërbimin ushtarak, por pas vetëm 3 ditësh është larguar nga reparti dhe nuk është rikthyer më. Për këtë rast, sipas burimeve ndaj tij, ishte regjistruar edhe një procedim penal. Nga hetimet e prokurorisë dhe AMP-s për zbatimin e procedurës dhe protokollit nga ana e drejtorisë së policisë së Korçës nuk janë konstatuar shkelje. Sa i takon mungesës së kërkesës nga ana e policisë së Korçës për forcat renia apo forcën operacionale, grupi hetimor bën të ditur se policia e Korçës ka vlerësuar në mënyrë korrekte rrezikshmërinë e Braçellarit, i cili ishte i dënuar për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike dhe jo për vepra të rënda penale që lidhen me jetën. Kërkesa për forca renie vlerësohet rast pas rasti dhe nuk është detyrim që të zbatohet në çdo operacion policor. Në operacionin në Lozhan të Maleqit, Braçellari hapi zjarr kundër efektiveve në momentin që ata i bën thirrje të dorëzohej. Mekolli mbeti i vdekur nga plumbi në kokë, ndërsa Adri u plagos në kokë e qafë, por është jashtë rrezikut për jetën. Edhe vetë Braçellari u plagos në duar e bark, por dhe ai është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa gjatë transportimit në spital nuk shfaqi asnjë shenjë pendese. Violand Braçellari prej 10 vitesh në Arati nuk kishte arritur të ndërtonte një stan të mirëfillt të një kodër të Lozhanit. Ai kishte ndërtuar stalla ku merrej me rritjen e baktive. Violand Braçellari, autori i vrasjes së efektivit të policisë Enea Mekolli, është dënuar me 10 vite në mungesë për trafik e prodhimit të lëndëve narkotike, ndërsa cilësohet si një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Ai prej vitesh jetonte në stan ku edhe kishte punësuar një çoban. Ky i fundit ishte shkak për indicjen që policia mori për vendosjen e të shumëkërkuarit. Gjatë një konferencë për media, drejtori i përgjithshëm i policisë Skënder Hita tha se breshëria automatike të Braçellarit ishte aq e fortë sa kishte shpuar edhe lekët antiplum të efektiveve. Rrëshqitje dherash ka ndodhur gjatë orëve të para të mëngjesit sot në zonën e Currilave pranë një pallati banimi. Si pasojë e rrëshqitjeve është dëmtuar muri lindor i ndërtesës në katin e parë, ku ushtronte aktiviteti një restorant. Banorët e pallatit janë përballur me momente paniku, ndërsa janë evakuuar nga banesa si dhe pushuesit në hotelin që ndodhin mbi restorant. Eqeren Ballgjini, pronari i restorantit, tha se prej vitesh ka dërguar ankesa në autoritetet përkatëse për kodrën nga ku kanë rrëshqitur dherat. Ai tregon se nga ngjarja dëmet materiale llogariten të mëdha.
Kjo ka lëviz faktikisht deri në 2019 që ra tërmeti. Ky pallati këtej, derisa është bërë dhe deri më sot ka rrëshqit bitë dheu. Pa vazhdimisht. Ndjeni të shkërcënuar. Edhe mërëm në orën 3 pajqare kështu një gjushim shu kërcitje. Unë ngritëm pastaj. Dolëm që më pak, fillon bjeri kodra. Këte s'ka pas. Biles pare 2019-ës, ka jo vila që është aty, ka arë pisha nga lartë. Kanë arë deri afër oborrit, afër që ka qenë, pastaj u bordh dhe muri i shkollës. Është problemi madh shumë se kodra ka 2 muaj që rrëshqet. Me gjithë ndërhyrjet e vogla që kemi bërë, prap nuk e kemi kemi ndaluar dot. Problemi është se situata po vështirësohet nga dita në ditë dhe kërkohet ndërhyrje emergjente. Kaq ditë them, mos ditë them gjë tjetër. Një tjetër operacion i krimit ekonomik ka zbuluar rast mashtrimi, ku i dyshuar kryesor është Florian Gjergji. Autori është prezantuar një kambisi si kushërir një biznesmeni të njohur dhe i ka kërkuar 60.000 euro. Një tjetër operacion i krimit ekonomik ka zbuluar rast mashtrimi ku i dyshuar kryesor është Florian Gjergji, i riu nga Shkodra, që dyshohet se aktualisht ndodhet në Gjermani, ka arritur të mashtrojë një kambis në Durrës. Sipas hetimeve, Gjergji është prezantuar kambisit përmes mesazheve si kushërir një biznesmeni të njohur, duke përfituar nga fakti se kambisi kishte njohje me familjarin e biznesmenit, ai ka fituar besimin e tij dhe i ka kërkuar 60.000 euro. Më pas, kambisi është dhënë udhëzimit që shumën ta dorëzonte një person pranë qendrës tregtare Teg në Tiranë. Pasi ka marrë paratë, ky person është larguar drejt Elbasanit, ku është takuar me një tjetër person që kishte mbërritur me taksi nga një zonë rurale. Pas dorëzimit të shumës, personi i dytë është larguar me një herë. 2 personat e përfshirë në skemën e tërheqjes së parave janë identifikuar dhe arrestuar nga policia. Gjatë dëshmive të tyre, ata kanë deklaruar fillimisht se janë kontaktuar dhe orientuar nga Florian Gjergji. Mashtrimi është zbuluar fal reagimit të vet kambistit. Pasi dorëzoi 60.000 euro, ai kontaktoi mikun e tij për t'i konfirmuar se kishte kryer porosin. Vetëm në atë moment ka mësuar se personi në fjalë nuk i kishte kërkuar asnjë shumë parash, duke kuptuar se kishte rënë prej një skeme mashtrimi. Florian Gjergji prej kohësh është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet, ndërsa dyshohet se fshihet në Gjermani. Skema me të cilën operon grupi i tij është përdorimi i identiteteve të personazheve publik, kryesisht figura të politikës, për t'i kërkuar para paleve të treta. Përveç rastit të fundit, ku është përdorur emri kryebashkiakut të Malësisë së Madhe Tonin Marinaj, ky grup ka mashtruar dhe në emër të Tauland Ballës, duke i marrë 100.000 euro një biznesmeni si dhe në emër të Erion Veliaj. Ky rast dështoi pasi biznesmeni e kishte kuptuar që bëhej fjalë për mashtrim. Një aksident i rënd rrugor ka ndodhur në aksin Kardiq-Delvin, në vendin e njohur si fushvërrje Delvinës, ku si pasojë ka humbur jetën një 18 vjeçar Orest Mahmute nga Lazarati dhe janë plagosur 3 të tjerë. Sipas informacioneve paraprake, në aksident janë përfshirë 2 automjete. Njëri prej tyre ka dalë nga rruga dhe është përmbysur pas përplasjes. Ndërkohë, automjeti tjetër, një Audi, ka pësuar dëmtime të shumta materiale. Me njëherë pas aksidentit në Vengjare kanë mbërritur shërbimet e policisë, ambulancat dhe forcat zjarëfikse, të cilët kanë ndërhyrë për dhënien e ndihmës së parë dhe normalizimin e situatës. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqet që çuan në këtë aksident tragjik. Në një deklarat për mediat, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u pyet lidhur me protestat që prej 5 ditë zhvillohen në Tiranë kundër punimeve në Zvërnec. Berisha tha se mbështet çdo protestues të qytetarëve dhe se nuk mund të marrë përsipër asnjë hap lidhur me këtë protestë.
Qëndrimi ynë në mbështesim plotësisht të drejtën e çdo qytetari për protestë, në mënyrë të palëkundur. Qëndrimi ynë është ky. Ajo është një protestë, nuk është e thirrur nga Partia Demokratike dhe nuk ka asnjë thirrje që të mbështetet nga Partia Demokratike. Kështu që ne, në moralin e plot të qëndrimit ndaj protestave, nuk kemi asnjë tendencë që të kemi, pra, qëndrimi ynë është respektimi i plot i protestës. Nuk mund të marrim përsipër asnjë hap i cili mund të krijojë debat të çfarëdo lloji. Pra ne respektojmë, kemi theksojmë, qytetarët e lirë janë, qytetarët e lirë kanë të drejtën të protestojnë për çdo gjë që ata e gjykojnë të arsyeshme. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se të ardhurat buxhetore gjatë 4 mujorit të parë të vitit shënuan një rritje të konsiderueshme. Sipas tij, edhe të ardhurat tatimore të doganore kanë vijuar trendin pozitiv gjatë kësaj periudhe. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se të ardhurat buxhetore gjatë 4 mujorit të parë të vitit shënuan rritje të konsiderueshme, duke reflektuar forcimin e bazës ekonomike të vendit, zgjerimin e aktivitetit ekonomik dhe përmirësimin e administrimit fiskal. Gjatë një konferencë për shtyp mbi ecurinë treguese makroekonomik dhe fiskal, Malaj bëri të ditur se vlera të ardhurave buxhetore arriti në 275.8 miliard lekë. Sipas tij, edhe të ardhurat tatimore dhe doganore kanë vijuar trendin pozitiv gjatë kësaj periudhe. Ministri theksoi se rritja të ardhurave tatimore dhe doganore është tregues i zgjerimit të aktivitetit ekonomik dhe i eficiencës më të lartë të administratës fiskale. Malaj u nda gjithashtu te ecuria e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, të cilat sipas tij kanë shënuar një rritje të ndjeshme krahasuar me një vit më parë. Sipas tij, në total të ardhurat nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore arritën në 66.8 miliard lekë. Në të njëjtin trend rritës kanë qenë edhe të ardhurat e realizuara nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Këtu rritja ka qenë po ashtu dyshifrore me 12.5% më shumë të ardhurat të mbledhura krahasuar me të njëjtin 4 mujor të vitit të mëparshëm. Në total të ardhurat nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore kapin vlerën e 66.8 miliard lekë, me një rritje prej 7.4 miliard lekë më shumë se sa 4 mujori i vitit të mëparshëm. Kjo rritje në fakt është një tregues i zgjerimit të punësimit, por nga ana tjetër edhe rritjes së pagave reale në gjithë sektorët e ekonomisë. Nga ana tjetër, një rritje të ardhurave në sigurimet shoqërore dhe shëndetësore përkthehet pa diskutim në më shumë siguri sociale për qytetarët e vendit. Ministri vlerësoi se kjo ecuri pozitive lidhet drejt për drejt me zgjerimin e punësimit dhe rritjen e pagave në ekonomi. Sipas Malajt, rritja e kontributeve në skemat e sigurimeve përkthehet në më shumë mbrojtje sociale për qytetarët dhe në një qëndrueshmëri më të madhe financiare të sistemit. Vijon procesi dezinfektimit në të gjithë vendin në përputhje me hartën e zonave turistike dhe urbane të përcaktuara nga ekspertët. Ndërhyrjet po zhvillohen me qëllim parandalimin e përhapjes së insekteve dhe mbrojtjen e shëndetit publik gjatë sezonit veror.
Procesi i dezinsektimit është një proces shumë i rëndësishëm që synon të ulë dënsinë e moshkonjave në vendin tonë, në zonat bregdetare dhe urbane. Procesi i dezinsektimit është shumë i rëndësishëm për të luftuar këto larva, por gjithashtu nuk dëmton shëndetin e njerëzve, të kafshëve apo të mjedisit, gjithashtu nuk është toksik për organizma toksor dhe ujor. Ky proces dezinsektimi kryhet në zonat urbane dhe bregdetare, në zonën e Shkodrës, të Lezhës, Tiranës, Fierit, Durrësit, Kavajës dhe në rajonin e Vlorës. Ky proces dezinsektimi koordinohet nga Instituti i Shëndetit Publik.